Përfund të Çeku, duke qenë se jemi në limitet e minutazhit, çfarë do i këshilloni në këto momente të një tronditje gjeopolitike, jo vetëm për shkak të luftës Rusi-Ukrainë, vetëm për shkak të krizave të përsëritura në lindjen e mesme, kam parasysh konfliktin Izrael-Gaza apo me Libanin, por ajo që është krye kriza e momentit, pra Hormuzi dhe bllokimi i tij, i cili duket se ka futur në kolaps energjetik dhe financiar një pjesë të mirë të globit, ku përjashtim nuk bën as Shqipëria, ku turizmi për shembull është një nga sektorët që rrezikohet më tepër. Nëse ju do ishit sot ministri i jashtëm apo do ishin krye diplomacisë shqiptare, cilat ishin disa nga mekanizmat që do ndërmenit për të bërë diplomacinë shqiptare më të aftë, më të zhdërvjellët, për të naviguar këto ujëra të turbullt të gjeopolitikës? Shiko, është një ekuilibër shumë i vështirë që duhet mbajtur midis interesave të Bashkimit Evropian dhe interesave të Shteteve të Bashkuara dhe interesave të vendeve të gjirit. Shqipëria gëzon një marrëdhënie të shkëlqyer me të tre këto faktor, por në fund fare ne duhet të ndjekim këshillat amerikane, sepse diplomacia amerikane dhe leadershipi amerikan është i lidhur indirekt me interesat tona kombëtare dhe ndoshta duke qeduar pak ndoshta në ekonomi, nuk e di se sa mund të ketë efekt kjo në ekonomi, po në një perspektivë afatgjatë ne duhet të orientohemi me ato faktorë që do të diktojnë në të ardhmen dhe jo me faktorët që mund të jenë ulëritës për momentin, por mund të mos jenë problem në të ardhmen. Kështu që Në rrëveshje e gazit, për shembull, mes Shqipërisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Greqisë që u sinjalizua nga ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Athinë. ka një përpjekje pra për të parë prezencë më të madhe amerikane në Shqipëri. Dhe ky është lajm i mirë, sepse siguria ekonomike është më e rëndësishme se çfarë do lloj prezencë ushtarake. Shqipëria mendoj që është orientuar mirë në këtë drejtim dhe fakti që Shtetet e Bashkuara përfshi edhe ndoshta atë investimin në Sazan, por edhe këtë të gazit, por edhe çështjet e tjera që lidhen me sigurinë apo që mund të jetë projekte në vijshmëri, janë të rëndësishme, por nga ana tjetër do të jemi të kujdesshëm kur adresohemi publikisht, sidomos publikisht ndaj Bashkimit Evropian, dhe duhet kemi kujdes kur i japim këshilla Bashkimit Evropian se si do të sillet me Rusinë, sepse ne jemi një faktor i papërfillshëm në raportet e përplasjes fuqive të mëdha. Në fundit Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e ka gjetur të ta gjejnë gjuhën e tyre për krizat dhe për konfliktet, ndërkohë që faktorë të tillë si Shqipëria do të merren vetëm me si thosh mund të jenë pjesa për ta bërë pak më relaksues debati, por jo se do të ndikojnë në këto. Pra ne duhet kemi kujdes në marrëdhëniet pra një shoqësi shumë të mirë me Bashkimin Evropian, por në marrëdhënie të ngushta pashtu strategjike me partnerin tonë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.